Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Lëngu i hithrave, pijeni 2 herë në ditë dhe thoni lam të mirë këtij problemi shëndetësor. Dhimbjet e kyçeve vijnë për shkak të sëmundjeve dhe problemeve të ndryshme shëndetësore, duke i lënë pacientët në vuajtje. Këto dhimbje trajtohen me disa kura mjekësore dhe një prej më të mirave është ajo e hithrës. Kjo bimë është efikase në zbutjen e dhimbjeve. Ajo lufton inflamacionin në organizëm, pakson ëndjen dhe largon dhimbjen. Një nga mënyrat më të mira për të përfituar nga këto vlera është çaji i freskët i hithrës ose të thatë. Lëngu i hithrës përmban shumë minerale të shëndetshme, përfshirë kalciumin, magnezin dhe hekurin. Kjo e bën këtë lëng të jashtëzakonshëm për njerëzit të cilët vuajnë nga anemia, por edhe për parandalimin e sëmundjes që gërryen kockat me kalimin e moshës. Lëngu i hithrës së freskët. Për këtë lëng juve do t'ju nevojitet 1 filxhan çaj me hithra të freskëta dhe 2 filxhan lëngu me ujë. Mbani doreza gjatë pastrimit të hithrave dhe lajini me ujë të bollshëm. Më pas, hidheni në tenxhere dhe lëreni që të marrë një val. Uleni zjarrin dhe lëreni të zgjejnë për pak kohë. Menjëherë më pas, kullojeni lëngun dhe pijeni. Shtoni mjalt nëse dëshironi. Lëngu me gjethe të thata hithre. Merrni një lugë çaj me gjethe të thata dhe hidheni në një çajnik me rreth 2 gota ujë. Lëreni të zgjejë për 10 minuta. Pasi ta kulloni lëngun, shtoni mjaltin për ta ëmbëlsuar dhe pak kanellë e cila ndihmon kundër inflamacionit. Lëngu duhet pirë i ngrohtë. Mund të pini 1 ose 2 gota në ditë për sa kohë ta ndjeni veten më mirë. Lëngu i hithrës është i fortë dhe ka një efekt të menjëhershëm në organizëm për shkak të flavonoidëve, karotenoidëve, vitaminave dhe mineraleve. Hithra është veçanërisht e pasur me kalcium dhe magnez, madje më shumë se barishtet dhe zarzavatet e tjera. Flavonoidët dhe karotenoidët të cilat gjenden tek lëngu i hithrës së bashku me sasinë e lartë të vitaminës C i japin kësaj pjeje efikasitet të plotë në lidhje me fuqizimin e sistemit tuaj imunitar. Aplikimet të ndryshme të hithrës janë po aq efikase, madje më të drejtpërdrejta, por gjithnjë sugjerohet të pini lëngun e hithrës për të përfituar sa më shumë prej tij. Hithra është e njohur edhe si urtja dionika në latinisht dhe ka një trashëgimi të pasur bimore. Hithra ka qenë e përdorur si një diuretik që në kohët mesjetare në Europë. 1 filxhan çaj hithre, ujë hithre, përmban vitamina A, B, K, riboflavin, nicalin, folate, karbohidrate, yndyr dhe proteina. Ai është gjithashtu i pasur edhe me minerale si kalcium, hekur, kalium, magnez, fosfor, mangan, zink, bakër. Ju mund të përgatisni lëngun e hithrës duke valuar disa gjethe hithre në ujë. Mund t'i shtoni një lugë mjalt për ta ëmbëlsuar dhe gjithashtu, këtu ne do t'ju njohim me disa nga vlerat medicinale të hithrës. Hithra parandalon formimin e gurëve në veshka dhe problemet e traktit urinar. Lëngu i hithrës është një diuretik natyror që lejon rrjedhjen e duhur të gjakut dhe të lëngjeve nga veshka dhe fshikëzat, duke parandaluar kështu formimin e gurëve në veshka. Ai mund të trajtojë edhe infeksionet e traktit urinar. Lehtëson dhimbjet e gjymtyrëve dhe muskujve. Hithra ka qenë përdorur që në kohët e lashta për trajtimin e artritit. Ajo ka veti anti-inflamatore dhe redukton dhimbjet e muskujve gjithashtu. Kuron ekzemën dhe sëmundje të tjera të lëkurës. Për shkak të vetive antibakteriale që ka,
Lëngu i hithrës ndihmon edhe në eliminimin e toksinave nga trupi dhe gjithashtu trajton sëmundje dhe irritime të lëkurës. Nga ana tjetër, parandalon dhe shëron alergjitë. Lëngu i hithrës mundet gjithashtu që të lehtësoj edhe alergjitë, të cilat ndodhin për shkak të ndryshimeve sezonale si për shembull kruarjet dhe rinititin dhe gjithashtu të shtimën. Është tonik i mirë për femrat. Lëngu i hithrës është i pastër dhe me hekur dhe gjithashtu ndihmon në luftimin e anemisë. Gratë shtatzëna duhet ta përdorin lëngun e hithrës për të bërë shtatzaninë e tyre më të lehtë dhe stimulon prodhimin e qumshtit, por para kësaj konsultoni me mjekun. Femrat të cilët vuajnë nga dhimbjet e ciklit duhet të përdorin lëng hithre për të lehtësuar këto dhimbjet. Është i mirë për tretje. Pini lëng hithre në mënyrë që të parandaloni dispepsin, të vjellat, kolitin, parazitët dhe sëmundjet e traktit tretës. Uli nivelin e kolesterolit në gjak. Hithra përmban beta-sitosterol. Ky përbërës ndihmon në thithjen e kolesterolit të keq dhe siguron një zemër të shëndetshme. Ruan strukturën e duhur të qelizave. Hithra është e pasur me flavonoid si quercetin, i cili është një antioksidant i shkëlqyer. Lëngu i hithrës ndihmon në mbrojtjen e ADN-s, parandalon diabetin dhe njëkohësisht presionin e lartë të gjakut. Sipas ekspertëve, lëngu i hithrës do të ulë nivelin e sheqerit në gjak dhe glicemisë. Ai ka veti diuretike, të cilat ndihmojnë në mbajtjen e presionit të gjakut në nivelet e duhura. Redukton gjakderdhjen e brendshme dhe gjithashtu pakson gjakderdhjen nga hunda dhe lëngu i hithrës ka veti të shkëlqyera medicinale. Perfekt për higjienën orale. Përdoreni lëngun e hithrës në formë gargar në mënyrë që të pastroni gojën tuaj nga bakteret të dëmshme të cilat çojnë në prishjen e dhëmbëve dhe erë të keqe të gojës. Personat të cilët kanë probleme me stomakun, gratë, shtatzënat dhe fëmijët, duhet që të konsultohen me mjekun përpara se të përdorin lëngun e hithrës si një bimë medicinale. Jo të gjithë organizmat reagojnë në të njëjtën mënyrë. Gjithashtu lëngu i hithrës përmban shumë minerale të nevojshme si për shembull kalium, kalcium e të tjerë. Ky lëng arrin që të ulë dhimbjet, që të sojë alergjitë, përmirësoj sistemin imunitar dhe të mbrojë zemrën, largon inflamacionin dhe shëron problemet me lëkurën. Hithra është një bimë e egër e cila përdoret rregullisht në Shqipëri. Hithra gjendet kudo në vendin tonë, ndërsa emri i saj shkencor për mijëra vite me radhë është e përdorur gjerësisht jo vetëm si burimi ushqimor fibrash, por edhe për mjekësinë bimore. Çaji i hithrës është i fortë dhe ka një efekt të menjëhershëm në organizëm për shkak të flavonoideve, karotenoideve, vitaminave dhe mineraleve. Hithra është veçanërisht e pastër me kalium dhe magnez, madje më shumë se barishte dhe zarzavatet e tjera. Flavonoide dhe karotenoide që gjenden tek çaji i hithrës, së bashku me sasinë e lartë të vitaminës C, japin kësaj pjeve efikasitet të plotë në lidhje me fuqizimin e imunitetit. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj. Dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.